Komisioni për çështjet ligjore dhe administratën publike dhe Komisioni për burimet natyrore, infrastrukturën dhe zhvillimin e qëndrueshëm rrëzuan me votat e socialistëve projekt ligjin për statusin e minatorit të propozuar nga deputetja e Partisë Demokratike Jorita Tabaku. Prej vitesh minator dhe ish minator kanë zhvilluar protesta dhe peticione për një trajtim më dinjitos, social dhe shëndetësor. Relatorët në dy komisionet, deputetja Zeqine Çahushi dhe deputeti Klevis Jahaj, e konsideruan nismën e deputetes Tabaku si antikushtetues dhe të papërballueshëm financiarisht nga buxheti i shtetit. Minator dhe ish minator të minjerës së Bulgjizës e quajnë tallje refuzimin e projekt ligji në dy komisionet parlamentare. Ata shprehen se në çdo fushatë elektorale ju premtohej statusi minatorit, por në fund nuk e miraton qeveria. Këto që minojnë minjerët Bulgjizë u takos, se kanë punu me kohën, u premtohu për të miratu së miratu. Sa e kanë për vota, u premtohu statusi minator për mendim sa njësë kanë miratu. Jam Sët Kiroshi, invalidi pusit unë di. I thëmë kryeministrit e qeverisë, e këtë komisionit, që të minatojnë statuse minatorit se kemi lanë gjysmën e jetës minjerë, me 200.000 lek pension. O kemi bo greva e protesta gjitha këtu unë, mësa në gjova unë, a na e qep plani për të miratu, pra na i lutën qeverisë, të miratoj statusin e minatorit, se kemi lënë kokët matë minjerë, se gjithë të njerë, se gjithë Shqipëria hanë matë minjerën e Bulgjizës. Për ishim për vota, ne kemi ndimu, pra na i dumë statusin e minatorit. Statusin e minatorit du t'ishe miratu ka kohë. Po shumë gabim, dash këpëdejnë, nga pëse nuk është miratu fare. Po la maj me rena. Sa e ka fushatë elektorale, sa gjona, në ato premtu çdo gjona, se të banda si gjona. Se ka miratu shumë gabim. E në presim nga shteti, që të bëjmë nga shteti? Ne jemi pensionistë e vindë bashkër, që të bëjmë? Premtojnë, bëjnë sikur, ku ti qa janë. U ka punu 20 vjetë minjerë. Po kemi bo greve protesta, po sa bo nuk o bo e punë. Kam premtu, po fërgjana si gjë. Po na premtu disa herë statusi minatorit. Disa herë, mërë për në zbatim se kanë mu, se ku e kanë halin, nuk e di. Të statusët të apin atene që unë me temen, jo me temen për gjithë. Minjera është një nga punë kategoria me rëmë. Minjerë. Minjerë heshim edhe nuk e dishim ba dilshim. Minjera ka rëzicje, ka befasi. Kështu që shteti nuk ka morë asë një masë në bi minatori. Për nësh 37 vjetë, 7 mujë, 38 vjetë, e dare pensioni 252.000 lek, kjo është absurde. Por çdo fushatë elektorale është premtu, kusht nuk e ka vënë zbatim. Po më e ka votu Ulcimonia, se Ulcimonia nuk ka punu një hemi njerë. Sa buku shkën ata i ngrenë rrugët për vete, 3.000 era, u duken pak, 1.500 me 2.000, që i ishte, kërkojnë të bënë 3.000. Kurse një pensionist, sët, 20 vjetë punë me njerë, me zi kemi të morë 330.000 lek me ngritje si në bon nga mrapa, se fillim ka da 252.000 lek. Në relacionin shoqërues argumentohet se nga miratimi statusit do të përfitonin rreth 13.300 persona, ndërsa efekti financiar për buxhetin e shtetit për llogaritë 1.27 miliard lek. Drafti parashikon gjithashtu që minatorët që kanë punuar të paktën 10.5 vite në tokë të kenë të drejtë të dalin në pension pas 20-25 viteve punë, por jo më pak se 20 vite sigurim. Gjithashtu përcaktojnë trajtim shëndetësor falas për sëmundje profesionale dhe përfitime për familjarët në rast vdekjeje.